Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Kret të Greqisë, do lidhemi me një 49 vjeçare, ajo quhet Flutra, e cila ka 5 vite që jeton në këtë ishull dhe ka 5 vite që është martuar, figuron e martuar, por fatkeqësisht nuk ka jetuar asnjë ditë vetme me burrin e saj dhe kërkon të divorcohet. Por çfarë ka ndodhur në jetën e kësaj zonje, e zonjës Flutra, që rezulton 5 vite e martuar dhe nuk ka jetuar asnjë ditë me burrin e saj, do të jetë pikërisht vetë Flutra që do na i tregojë këtë histori dhe pse ajo kërkon sot divorcin. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj me njerë zonjë Flutra. Përshëndetje nga Tirana, Flutra. Po, përshëndetje. Në fakt kemi folur shumë pak bashkë në telefon, më ke telefonuar dhe ke një problem që do ta ndash. Po. Mund të më tregoni çfarë problemi keni? Po, unë kam ja 5 vjetë në Greqi dhe jam pa dokumenta. Po. Edhe unë isha në Shqipëri dhe nuk është se nuk isha pa me ardhë në Greqi me thënë drejtën, edhe bana një martesë. Kështu, martesën ishte se ai kishte probleme për t'i shtetit edhe unë e pranova se tash do t'i bëj nder. Edhe unë pas ta erdha në Greqi dhe unë s'u ktheva më për Shqipëri dhe me ato njerëzit nuk është se në kam komunikim dhe nuk e di se qa është bë të së është bë. Por ju jetoni në Greqi prej 5 vitesh, më the. Po, 5, si ka mush 5. Në çfarë vendi të Greqisë jeton? Në Kret. Je në ishull. Jeton e vetme apo me familjen? Drejtën s'kam fare familje, unë kam vetëm vëllezër. Vëllezërit janë me familjet e veta, faktikisht vllai më mori, po kështu kur kam punuri kështu na për këto shtëpitë e pleqjve, kur punoj. Kur s'punoj, faktikisht kam edhe vllai, po nuk është se e kanë qenë mirë. E dashu Flutra, më fal që të pyes, sa vjeç je? Edhe pak edhe më është 49. 49, dhe 100 vjeç u bësh. Por ti nuk e krijuar familjen tënde, nuk je martuar asnjëherë? Jo. Por pse ke vendosur kështu? Se ke bërë një martesë për të ndihmuar dikë, por jo martesë për ta shijuar familjen tënde. Po, për të bëj një nder më saktë. Pash keq vetesh, vujta vetesh do bëj një nder. Kështu e kapa për një moment. Mbrapa më dole e hidhur puna. Po pse, çfarë ndodhi? Që ti... Po nuk kam asnjë komunikimi se do të bëj ndarjen. Nuk e di se si vjen jetës, pse mos kemi ndame. Por më duket pak e çuditshme dashur Flutra që bëra një martesë për një nder, sikur s'ka logjik. Po s'ka, po për momentin robi ka bën. Por pse ta kërkoi këtë nder? Ai kishte probleme me letrat jashtë Shqipërisë ky person? Po. Por nga është ky person? Në mësoni është dhe. Dhe konkretisht ti kur e ke bërë martesën, celebrimin me këtë person? Në Elbasan. E qartë në Elbasan, para sa vitesh, kur? E ka mush 5, që nga gushti i ka mush 5. Nga gushti që ka lodhën. Kur ti bëre këtë lloj marrëveshje që do martoheshe me këtë person përpara 5 viteve, për ta ndihmuar për letrat, që ai të merrte mbi emrin tënd, për çfarë? Për çfarë ta kërkoi të martesë? Për çfarë ma kërkove? Po. Që të merrte mbi emrin. Të merrte mbi emrin tënd. Por si e la ty që pas sa viteve ti do t'i kërkoje divorcin? Domethënë si e bëre këtë martesë? Domethënë e bëre kundrejt parave, ai të dha para. Faktikisht ai premtoi para, po unë nuk po futem nga ana parave, po thjesht tash e bana, thash hajt t'i bëj mirë dhe mendova, ai më tha që unë do ta bëj vetë ndarjen. Kur e bana fillimisht. Mirë, premtoi lek, po hajt mos s'po dum lek, po patën mos na gënjente me këto tjerat. E me nuk di nga të lidhe, që ka bën ndarjen e s'ka bë, unë jam dhe pa dokumenta për ta vazhdu më shumë vetë. Por, ai tha do bëj ndarjen pas sa kohësh? Sa vite do ta mbate mbi emrin tënd ky person? Po
Ai tha që unë mas 3 muaj do ta bëj ndarje. Në thjesht do hap gjyqin edhe ndarja vazhdonte, po ta hapte gjyqin. E ne më mbrapa nuk e di se çka ka bë. Por ti me këtë person nuk ke më kontakte se zyrtarisht ai njihet burri juaj. Po. Zyrtarisht. Ai njihet bashkëti juaj pavarësisht se ajo më të taron mua, sepse ti më martuar, kurse më martuar apo? Po, e ke bër vet këtë gjë. Po vetë bëna vetë, dihet ajo punë. Po nisa për mirë, për të bërë gropa vetes. Por ti këtë person e njeh apo ta prezantuan të tjerët? Jo. Mu ma prezantove që një motrës faktikisht, nuk e njihja se kisha ndërmend një gjë të tillë, sepse unë kes pranoja martesë me drejt për drejt me burr për vete, do më pranoja burr fallës. Je interesuar në gjykatë? Ndoshta ai është drejtuar gjykatës ai person edhe mund të ketë nisur procesin e divorcit ose ka ndodhur divorci? Dhe gjykata s'ka ku të gjej. Se nuk kam në Shqipëri, pra ne jam interesuar më shumë. Po ti në Shqipëri nuk e di, më shumë nuk e di ç'të veproj. Po mirë, me djalin e motrës, ai që ta prezantoi këtë person, nuk arri dot i gjesh shiko. Asaj nuk më sqaron mua, se po të më sqaron të dhe, no, pa s'më sqaron atë gjë. Ai s'me telefonin, jetë më sqaroj. Por këti personi që quhet burri juaj, falco, kështu e quajte vetë. Burr. Në fakt nuk është për të qeshur, ma beso. Po me letra burre. Jo, me letra ai është burri juaj, pavarësisht se ti nuk e jetuar asnjë ditë me atë dhe nuk ke asnjë lloj marrëdhënie intime me këtë person. Por ti një numër kontakti të tij nuk ke, domethënë, ose e di ku jeton ai në cili shtet? Nuk kam as edhe kontakti, kur unë kam ikur fillimisht sepse unë nuk ka që të vinë që të mos kthehem më për Shqipëri. Po shumë morën punët, qëlloj që mori edhe koha koronës, po nëse unë normale që si isha e kënaqur që të vija në Greqi, nëse edhe unë fillimisht kam folë herë, thash gjithsesi thash se kisha numër të telefonit atit. Thash gjithsesi thash më lajmëro, ta di çau bë ç'so bas, edhe unë kisha punë të mia. Por dhe ai çfarë të tha? Po mirë tha, po bravo. Por nëse ai vazhdon ta përdori mbiemrin tënd, është martuar me ty ligjërisht dhe për interesat e veta nuk kërkon të bëj divorcin, atëherë i bie që ti drejtohesh ti gjykatës të kërkosh divorcin. Po normal që unë jam e detyruar me të drejtohem, po duhet të jesh në Shqipëri. Patjetër, duhet të jesh në Shqipëri, të gjesh një avokate, të merret ajo me gjithë procedurat, ti duhet paraqitesh një herë në gjykatë dhe më pas ta vazhdojë avokatja procesin dhe të bëhet ky divorc. Unë jam ndarjen që normal që e dua, po dhe më... Po ti, jam datë, ati dhe këtë pjesë. Nuk di as vetë se që të veproj. Faktikisht, unë kisha folë me një avokat këtu në Greqi për të bërë këtë letra, si ishte ky ligj këtë vit që ka lënë që kush ka 3 vjet në Greqi, po e mora dhe vetë mas dore dhe nga që unë në Shqipëri s'ka mas të lloj baze dhe sigurisht dhe s'më tërhiqte shumë nga Shqipëria. E kuptoj se ti je vendosur në Greqi. E po Flutra, ty të kam parë unë, mos kesh burr, dhe të kesh burr vetëm ti je. Po ja, duhen edhe këto. Gjithsesi, është gabim i madh që ke bërë. Se i bie të luash me mbiemrin tënd. Dikujt i bësh një favor për ta ndihmuar, ndërkohë që i ke dhënë mbiemrin tënd dhe tani heq gjithë o peripeci, figuron e martuar, do të bësh divorcin, se bën dot dhe nëse ai nuk e bën do ta bësh ti, të duhet ta harxhosh ti para. Të pagosh avokatin, ti bësh gjithë ati procedurat. Po, kjo mor vesh me kjo pjesë. Por ky personi në cilin vend jeton, ke informacione? Nuk kam çështë drejta, as lloj informacione. Por familjar të ti njeh? A jeton në Shqipëri, a jeton jashtë shtetit, nuk e di më shumë fare. Por familjar të ti njeh? Cil? Familjar të ti, motra, vëllezër? Jo. Fare, nuk njeh fare. Nuk njeh askënd. Jo.
Por gjithsesi, nëse ti ke nevojë për ndonjë avokat për të ndihmuar për këtë proces, unë do të ndihmoj patjetër, por thjesht fakti që ti duhet vish në Shqipëri. Një herë të paktën të duhet të vish në Shqipëri. Janë procedura që duhen bërë në gjykatë. Se më pas i do të para gjykatës për të bërë divorcin, do t'i çojë njoftimin, padyshim gjykata personit në fjalë dhe do zgjidhet ai divorc. Nuk ka ku shkojmë. Po, unë atë du të bëjnë ndarjen faktikisht. Nuk e di, po unë kisha vendosur për të ardhur nëse do t'i bëj ato letrat, po dhe pa letra do mundohem të ndi, po. E që ma e vështirë se letrat kisha një variant që të kthehesha prapë, përse kështu më bie që t'iki dhe mos kthehema. Por ti në Shqipëri nuk e askënd tashmë në Elbasan. Unë në nuk kam shtëpi në Elbasan, se njerëz dhe mos kemë, po s'kam shtëpi, po njerëz. Por pse? Nënë e bab, sërti. Nënën dhe babajnë e ke humbur nga kjo jetë? Jo. Po, kam vite. Por ti me kë ke jetuar? Kam vite, unë jam e funit, i kam... Ti e dashur Flutra me kë ke jetuar? Po, ku kam jetu, unë kam jetu sa ke njëri dha, ke një ke tjetëri. Kujt i mërzit sa unë, më përzishin rëja ke tjetëri. Pas ke bërë një jetë të vështirë. Në të drejtën, kur i ngjoj ato emisionet aty ke ti, se mos e zot që i kam përjetu vetë, se si më duke. I shtova dhe këto testime. Por sot në Kret je e vetme? Ke marrë shtëpi me qëra jeton vetëm? Këtu? Po, në Kret. Jo, unë kur gjej kështu mosha të vjetra, se nuk shërbej moshave të vjetra, se nuk punoj punë të ndryshme, se kam probleme me i kam, në këtë vit i herë me thanë drejta kam qenë shumë keq, se normale që kushtet që më lanë që nuk u vizitova në Shqipëri, edhe më kështu mosha të vjetra që u shërbej dhe rri në dike këto. Ke dhe stre aty, fledhe aty, ha aty, pi aty dhe ndimon moshat e treta. E dashur Flutra, por je vetëm 49 vjeç, je akoma e re. A e re, po që të bëj? Marrë burr të martu? Jo, unë nuk po të them të marrësh burr të martuar, por edhe nëse merr një burr i cili ka qenë një herë i martuar dhe është ndarë për arsye të ndryshme, nuk ka asgjë të keqe, jeta vazhdon. E ke menduar kështu do jetosh e vetme? Jo, po ne doja të bëja më shumë ndarje, nona që mos t'ishte kjo pengesë. E kuptoj, ajo është një ndarje që do bëhet, padyshim, ti nuk ke asnjë lloj lidhje me atë lloj martese, e ke bërë dhe sjarove që e ke bërë për të ndihmuar personin në fjalë, por ti vetë pse nuk ke krijuar familje ndër këto vite? Të ka ndodhur diçka, je lënduar nga ndonjë dashuri, nuk e dashuruar asnjëherë në jetën tënde? Si mund ta them, dhe çik kam qenë ajo që kam dash çik, si mund të them, nuk kam dash burra të martu me të drejtën, po dhe çik martesa do çik ato kohën e vet, nuk do me nxitim, nga kushtet e vështira që nuk kisha mbështetje, kërkoja burra me nxitim, burrat me nxitim. Ata vishin në kurbet, ishin me lek, nuk ishin si puna meja që unë s'kisha kutria. Me normale që shikoshin njëri që t'ishin ma bazament. Kote funit, normale që po të se jam zhëtëju nga një person, po nuk më sjaron të asë këshu ose ashu. Se i lutë të shta dhe kur isha ngritë që unë i thoja që nuk i kam mirë marrëdhëniet me njerëzit e mim, po të pak të më shpiko, di dhe unë që të bëproj. Mirë po. Nuk i merë shpikimet nga gjithë njerëzit. Pra kohët e fundit ke pasur... Kohët e fundit ke pasur një marrëdhënie që fatkeqësisht nuk ka shkuar mirë. Po. E kuptoj dashur Flutra, e pas ke pasur të vështirë në jetën tënde, në rinin tënde të vendosësh për një martesë, vitet kanë kaluar dhe sot ke ngelur e vetme, por gjithsesi unë të themi je shumë e re në moshë, je 49 vjeç, je në gjysmën e jetës. Mund të mendosh pak për veten tënde, që mos të rish vetëm. Në fund të ditës njeriu ka nevojë për një mbështetje, një përqafim, një puthje, një ngrohtësi, një fjalë të ëmbël. Është natyrshme gjitha kjo gjë.
kur i njëris të puth me shpirtin ti ta pudhësh me të vërtetën, duhet puthja me shpirtin në atë parë. Mirë, ti mund të kesh hasur në zhgënjime, por kjo nuk do të thotë që gjithë meshkujt janë një lloj. Po, janë një lloj tja, po... Kur shkënjehesh një herë, të vën frika. Ma m'vjen keq, sinqerisht, që je zhgënjur dhe të ka bërë pastaj ti jesh e pavendosur për jetën tënde, nuk të paragjykoj, nuk të gjykoj për asgjë, kjo është jeta juaj dhe vendos ti se si të jetosh, por thjesht kërkojmë që më të mirën për ty. E kuptoj atë pjesë, po problemi është se nëse unë këtu, me thënë drejtën, jam me çik me kushte shumë të vështira, thjesht se kam një rrogë në dorë, se Shqipëri jetetar që është pa punë, po unë për momentin faktikisht kam një plak dhe jo një plak, sa shumë më kocidove, edhe ky, me thënë drejtën, më ka majtë shumë të mbyllur, llogaritë që unë vllane kam shumë afër, normale që mund dhe ke vaj më shtyr shpirti, po nëse për të dalë herë nga shtëpia, edhe ky nuk më është më toleron, dhe kur ikim bashkë vllai, dhe thash thash sa që të ka plekun dorë, thash edhe të bëj një rrugësirje, kthema për Shqipëria dhe pastaj vendos diçka më shumë. Kjo të mendim kisha edhe vetë, me thënë drejtën. Pra le të themi që në emigracion aty në Kret ku je ti nuk bën një jetë së lumtur. Gjithë ditën je 24 orë në punë. As pak fare. Por pse ky i moshuar të kufizon kaq shumë? Ti ke të drejtat e tua? Ke oraret e tua ku mund të dalësh të shkosh. Në përgjithësi kështu të izolojnë këto që futesh 24 orë, por ka dhe nga ato njerëz që t'japin të paktën 2 pushim në ditë, të 1 pushim në javë, të kështu fare. Por më thej që marrëdhëniet nuk i kanë fort të mira me vëllezrit. Pse janë bërë kaq të ftohta marrëdhëniet e tua me vëllezrit? Ti është fakti që ti nuk krijove një familje dhe u bëre barr për ta? Ajo është e para. Vëllezërit e mi llafi kishin ik martohu. I vinte se i vinte jetës ik martohu. Kështu janë ca tradita në Shqipëri për ta familje, jo për gjitha. Edhe në Shqipëri ishte edhe kjo që punë s'kishe ku të punoje. Se po të punosh, gjeni shtëpi me qira dhe arrin vete, nuk ke lidhje me as vllain, as me kunatën, as me fëmijët e vllajt. Po të kesh lekun dhe shtëpinë, ba tjetër jetë, por neve s'kishim edhe këto dhe jetë të vështirë. Çfarë moshe të kanë vdekur prindrit që ngele e vetme? Unë jam e fundit nga, se neve ishim 10 fëmijë. Po, dhe ti... Unë jam e fundit. Unë kam qenë 18 kur ka vdekur babi ishte 70. Kurse kur vdiq nana, unë kam qenë 32-33. Kurse ajo ka qenë 74. Pra ti ke jetuar deri në moshën 32 vjeçare me nënën tënde? Po. Pas vdekjes së nënës, le të themi ti qëndrove me vëllezrit. Po, dhe nuk është edhe atje më fshat kishim shtëpi dhe kishim një bazament të mirë dhe kështu që si mund ta them, vështirësi. E dashur Flutra. Edhe po s'pate punë një herë, s'mund t'i thuash jetë. E kuptoj. Puna është ajo që të mban dhe është shumë e rëndësishme dhe ti je detyruar të emigrosh, të largosh nga Shqipëria, të vendosësh në Kret për të patur një rrogë dhe për të jetuar, sepse në Shqipëri s'ke gjetur dot punë, atje në atë fshat e Elbasanit dhe mbi të gjitha nuk ke një stre. Por shtëpinë e prindërve kush e ka? Po, shtëpinë e prindërve ajo një ishte jo e vjetër, por shumë e vjetër. Shkatëruar. Shkatrume. Nuk jetohesh më, po ishte vllai tjetër, ishte si ta them, vëllezërit kur martohen marrin tjetër jetë dhe kështu që do shkosh në gjërat mirë më pastaj. Po nëse si shtëpi një, nuk ishte se ishte një shtëpi që ta thuash që ishte shtëpi. E qartë, unë e dashur Flutra të uroj shumë fat, të uroj të krijosh familjen tënde, vazhdoj ta theksoj që je shumë e re, je vetëm 49 vjeç, mos mendoj që iku koha dhe nuk ka më kuptim të martohem.
nëse të vjen një shans i mirë dhe ta bën zemra bamb, mos e refuzo, por jeto. Sepse është e dhimbshme që ti të izolohesh aty 24 orë, të shërbesh të moshuarve dhe mos të gëzosh jetën tënde. Me sa po kuptoj në gjithë rrëfim që po më tregon, nuk e qenë asnjëherë e lumtur, nuk e jetuar asnjëherë e lumtur. Asnjë ditë. Dhe kjo është e dhimbshme. Kjo është jeta. E qartë, jeta është e vështirë, por ndonjëherë jemi ne ata që vendosim. Ndoshta jemi ne ata që vendosim, frika juaj ndër vite ka bërë që të ngelesh e vetme, mos të vendosësh, por robi e merr guximin, tenton, provon, kërkon më të mirën për veten e vet, kështu që ta uroj ti jesh e lumtur. Po, ajo pjesë do të kesh ajo do të kesh një shpintate dhe të kesh një punë që t'jetosh dhe pastaj ne vendos vetë, po që në shpintate vendos vetë, po që ke tjetri është tjetri ditshme dhe do bësh si thot tjetri. Gjithsesi ti e dashur Flutra, je e pamartuar, asnjëherë si e martuar në jetën tënde, por figuron në gjendje civile në Elbasan, e martuar, ndaj e lidhur me mua sepse kërkon që të bësh këtë divorc, sepse është një divorc falso, ke një burr falso, vetëm e letra, por që nuk ke asnjë raporti me ta. Unë do të ndihmoj patjetër, nëse ke nevojë për ndonjë avokat për të ndjekur të gjitha procedurat, për të drejtuar ti gjykatës, ndoshta ai nuk i drejtohet gjykatës për të divorcuar, për shkak të problemeve që mund të ketë jashtë Shqipërisë, si duhet të mbajë ende mbi emrin tënd, ti mendon që ka ardhur koha ta divorcosh, të ndahesh, mund të drejtohesh gjykatës dhe ta bësh divorcin. Kështu që po pate nevojë, mund të më shkruash. Unë nuk e di, para 2 vjetëve kam folur me një avokate nga Tirana, kishte nxjerrë numrin Facebook. Po. Ajo tha, unë du 500 euro dhe zgjat 1 vit ndarja. Mirë po, kur je pa letra është vështirë jeta, dhe për momentin nuk pata atë lekë, na thashun se sa vërtet mund të jetë kjo pjesë e këto Facebooket, nuk është se janë gjithmonë të vërteta. Nuk mund të marrë gjithmonë të vërteta dhe. Kështu që isha tremër për të dyja dhe për të trija, se më duk shumë 1 vit, dhe për momentin nuk pata as lekë, dhe kështu që E dashur Flutra, unë dua të shpjegoj. Do shumë, po mata do kisha bë punë, por nuk e vazhdova, thot trema për shumë arsye. E kuptoj, duke u lidhur në rrjetet sociale, frika se mund të ketë mbrapa njerëz që mashtrojnë këtë drejt për këtë pjesë, por unë dua të them që një divorc mund të zgjasë edhe 1 vit, ka zgjatur edhe 2 vite. Mos mendoj që divorci i drejtohet gjykatës sot dhe nesër divorcohesh. Edhe ajo ka disa seanca, janë disa procedura. Seanca e parë quhet seanca e pajtimit, që do thotë ti të pajtohesh me palën tjetër, që të vazhdoni martesën dhe mos divorcoheni. Më kupton, janë disa procedura që duhen bërë. Nuk ke nga janë banë, asnjë avokat nuk të premton dot që do ta bëj divorcin brenda 1 muaji. Zgjat në kohë. Ndodh që edhe mund të jetë më shpejt për 6 muaj, por kushton, ka një kosto, ajo të ka thënë diku 500 euro, besoj që edhe në Tiranë, të paktën me avokatët që unë kam folur dhe kam pyetur për çmimet, diku te 500 deri në 700 euro shkon pagesa e një avokati që të ndjeki gjithë procedurën tënde në gjykatë për divorcin. Do me thënë, zonja që ti ke gjetur nuk të ka gënjur. Prandaj po ti them këto gjëra, janë të vërteta. Jo, nuk më duken shumë lekë, jo se kisha lekë, unë për momentin s'kisha fare lekë në xhep, po se unë isha të punoja që të kisha lekë, po më duk shumë 1 vit, jo shumë lekë, sepse ime unë isha detyrume, sa të foshte vetëm të bëja, sepse më duk shumë 1 vit edhe nuk isha fare për momentin, edhe nuk isha dhe besimin këtu në Facebook, ishën të trija që nuk. E qartë, e kuptoj qartë. Mirë, nëse ke nevojë, unë do të ndihmoj patjetër dhe me zemër të uroj shumë fat dhe lumturi. Faleminderit. E dashur, të përshëndes nga Tirana. E dëgjuam historinë e 49 vjeçares e zonjës Flutra, e cila kishte bërë një jetë të vështirë,
ajo në të vërtetë nuk ishte martuar asnjëherë në jetën e saj, le të themi shpirtërisht, asnjëherë nuk ishte dashuruar, nuk ishte krijuar familjen e saj dhe martesën që kishte bërë përpara 5 viteve e kishte bërë si një nder, kështu e quajti ajo, për të patur një burr falso dhe për t'i bërë nder atij, për t'i dhënë emrin e vet, që kishte gabuar shumë dhe sot kërkon të divorcohet. Gjithsesi ne urojmë më të mirat për zonjën Flutra dhe shpresojmë që ajo ta krijojë familjen e saj. Ne do vazhdojmë të rrim sërish bashkë live, sepse unë dua në të momente të lidhe me një tjetër zonjë. Ajo quhet Elvira dhe për ironi të fatit edhe Elvira jeton po në Kret të Greqisë. Do shkojmë sërish në Kret, në këtë ishull, sepse Elvira është nëna e 3 fëmijëve, 3 djemve, 2 djem që ka sjell nga martesa e parë dhe djalin më të vogël që ka vetëm 6 muaj që ka sjell nga bashkëtesa e dytë. Por problemi i madh i Elvirës është se ajo ende nuk ka bërë divorcin me burrin e parë dhe fëmijën që ka sjell me partnerin e dytë nuk e ka regjistruar dhe mbi të gjitha ish burri e kërcënon duke i thënë që nuk të jap kurrë divorcin. E habitshme duket kjo gjë sepse divorci ta jep gjykata dhe ai të thojë çfarë të doj. Por çfarë ka ndodhur në jetën e Elvirës, habritarin dhe ftoi më njëherë këtë nanë. Ju më keni dërguar disa mesazhe dhe më keni treguar që kam problem me fëmijët. Çfarë problemi keni konkretisht? Kam qenë e martuar me një person tjetër, po afër 2 vjet që jam ndarë nga ai personalisht shumë, po s'm ka dhënë divorcin mua ai. Edhe tani unë bashkëtoj me një person tjetër, por që nuk kam regjistruar dot fëmijës së më jep divorcin e ai. Ti je divorcuar me burrin e parë dhe je martuar dhe ke sjell në jetë një fëmijë me burrin e dytë. Se kam bërë dot divorcin me të pari se nuk e jep divorcin. Nuk pranon të japin divorcin, kam paguar këtu avokat në Greqi, edhe i ka thonë që se jap divorcin të regjistrojnë fëmijën asnjëherë, ka thonë. Do të harroj pa divorcuar. Por fëmia është regjistruar në trungun e burrit të parë? Unë sa kam regjistruar që mos i çoj letrat tek ai fëmijës, nuk e kam regjistruar fare, e kam lënë pa regjistruar tani. Tani, ideja është që ai të thotë unë s'ti jap divorcin, ky është një budallik, se divorcin ta jep gjykata aty, ai edhe mos të doj, është gjykata ajo që vendos. Unë kam paguar avokatin këtu, 2 vjet i kalojnë mirë 2 vjet që ti marrin divorcin, po thashë s'është e mundur të rish 2 vjet, se tani duhet unë shkatroj letrat e mia, të regjistroj fëmijën edhe të shpoj jetën time, mos merrem me letrat e gjithë jetën. Ju keni 2 vite që jeni ndarë fizikisht me burrin e parë? Po, në 2 vjet i boj tani në korrik. Keni fëmijë nga martesa e parë? Po, kam 2 fëmijë me ata. Por 2 fëmijët nga martesa e parë i mbani ju e dashur Elvira apo burri? Po, ato i unë, rrinë me mua, po ata i s'ka arti të takojnë, si i pa të shkrujt në njerë këshu, po tani po bonja 7 muaj që nuk i flet mua, nuk i shkon fare. Pse erdhi divorci me burrin e parë? Duket se jeni ndarë me sherrë, jo si njerëz të qytetëruar. Që po me sherrë se kishim ca sherrë në shtëpinë neve, edhe unë i kërkova, thash, do bëjmë një muaj, thash, ndarje, jo ndarje kështu, thash, po të jetoj unë të marrë një dhomë me qëra, thash, sa të qetësohemi dhe pastaj flasim prapë. Ai sa do la unë ditën e parë në shtëpi, ditën e dytë ka hikur pastaj. Nuk erdhi as fliste me mua, as gjë, po merri telefonin dhe u zhdu. Iku. Ti sot nuk ke kontakte me burrin tënd të parë? Jo. Por ju jetoni në Greqi me partnerin e ri? Po, unë Greqi kam jetur dhe me atë të parin, po dhe me të në Greqi jam. E qartë, edhe martesa e parë ka ndodhur në Greqi, edhe kjo e dyta bashkëtesa në Greqi. Por në çfarë qyteti të Shqipërisë keni qenë të martuar? Elbasan, Mollas. Por pse nuk e shkuar vet në Mollas, në Elbasan të drejtohesh gjykatës, të gjesh një avokat, sepse më duket e habitshme. S'ka marrë se por aty se fëmijët duhet dhe Shqipëri unë, kur të kthehem në Greqi s'mi lej njëri të kaloj më ndoga pa firmën aty. Edhe ai s'ma jep më firmën të vi në Greqi me fëmijët. Por e qartë, por e vetëm mund të shkosh ti në Elbasan 2 ditë, të gjesh një avokat për të drejtuar gjykatës për të kërkuar divorcin, sepse shkoj, po s'kam ku të lëm fëmijët këtu, ja se nëse më shkoj në Elbasan,
Ajde do më shoferat të ati në mollas mu që unë kam ardhur pa fëmijë, edhe më fusin denoncim pasaj që unë kam lënë fëmijët në Greqi vetëm edhe pasaj do hapen tjera gjëra pasaj. Por mirë, edhe fëmijën djala apo vajzë ke nga bashkëtesa? Kam 2 çuna. A, ke lindur 2 çuna me burrin e dytë? Me të parin, me të burrin, me të dytë 1 çunë kam. A, je nëna e 3 djemve. Po. Por djali i tretë sa vjeç ka vajtur, sa është? Jo, i vogli është 6 muaj tani i ka mushur. A, 6 muaj. Edhe jam vonur për shkak të avokatit, se ai më thot prit, thot bëjnë ndarjen, po ku të mushin 2 vjet, po mirë, po unë ka mendoj se ai ka marrë lek ti avokati, i ka dhënë lek ai atje, se i kishte thonë që do t'jap lek, që mos bëjnë ndarje nga Elvira, mos të japin divorcin Elvirës. Dhe mendoj se do i ka dhënë lek, më ka vete sa e atje mama dha vetë mira, po as i letë, as i sens në kohën. Gjithsesi mua më duket shumë e habitshme e dashur Elvira, sepse e pare punës ai e di që ti ke nisur një bashkëtesë dhe je bërë nën për të tretën herë. Dhe unë se kuptoj pse ai s'ta jep divorcin. Se jep nuk do ta japin divorcin, dhe ka gjetur njerëz të mi në për rrjetet sociale, i shkruan atyre, i thot që e ka gjetë motrën time, i thot motra e tek kështu, 101 dhafe, pista, edhe i thot më ka marrë fëmijët së më le të takoj. Mirë, po fëmijët usja ka marrë me zoratit. Fëmijët le të vinë të takojnë kur dojnë, që kam borë na një gjuatit, dhe i thot po deshi ti jap divorcin, më japin fëmijët. Është po ti kur si e interesuar ta marrësh telefon ka 7 muaj tani që si flet fëmijëve më fare, si shkruan fare. Si do japu fëmijët, ja lë rrugë të fëmijët dhe t'ja tiki të shkojmë mbrapa fëmijët. S'mund t'ja bëj këto. Por fëmijët çfarë thon për babain e tyre, 2 djemt, që besoj janë të rritur në moshë? Po i madhi o 13 vjeç, i vogli është 8, po ai nuk flasi shumë për atë, ai madhi nuk është se do ta takoj shumë, po i vogli në fillim donë të thakon, po tani thot jo, thot se ka frikë se mos e merren ne me zor. Por me ish vjerrin, kunat, çfarë ke patur, a ke folur? Nuk kam folur me ata, unë ata nuk flitet, ata vetëm shajnë dhe ofendojnë në telefon. Pse ti u ndave me djalin e tyre të ofendojnë ty? Po, ofendojnë mua dhe folur me djalin e mas, edhe i tha që po iku mami në Itali të vllai vet, po ikët ke daja në Itali, do t'ju denoncoj dhe ju çoj në burgu tani këtej dhe ju do t'ju çoj ke shteti fëmijët qanin dhe na ju ja bllokova telefonin atit ish vjerrit, i lash vetëm të flasë me tjatin, po ai po bën 5-6 muaj si ka folur mua dhe kështu që. Por partneri i ri çfarë të thotë, se që nga një situatë jo fort e mirë? As për atë s'është e lehtë, ka gjetur motrën atij në Facebook ai i pari, motrën e burrit që un kam tania, ka gjetur Facebook, e ka shkruar 101 dhafe, i thotë s'm lën takoj fëmijët, edhe janë këte, e mori në telefon, i shkruajti, i tha, hajde meri fëmijët, s'po ti marr me zor, ka fëmin tim, tha, do fëmijët, hajde meri, tha. S'po ti marr njëri me zor, pse i shkruan motrës time, dhe fëmijët janë të mua, motra ime as të njeh as jo. Ai i tha, nuk viti marrë, tha, jepja shtetit, tha. I ka thonë pastaj. Kjo është shumë e rëndë. Një baba që të shprehet në këtë lloj forme për fëmijët, ti të zhdoj në shtet, është shumë e rëndë. Mi kërkon fëmijët në për njerëzit e huaj, se është i gjë kështu që kur e kërkon ani, hajde merrin nëse do. E ka kërkuar ke motra e burrit që un kam tani, ai ka thonë që më ka marrë fëmijët vllai jo, fëmijë, s'më le të telefonoj me ata të flas. Unë nuk e kam dhukur atë na. Ti flasë se të fëmijë, thonë, çuni madh është 13 vjeç, hap vetë telefonin vetë. Ai si ka marrë, as si ka shkruajt fare, as për të lindje tani as jo. Ju jetoni afër me njëri tjetrin në Greqi apo jeni larg? Jo, jemi larg, ajo është në Patër, në Agrinjo ne, kurse unë jam në Kret. Ti je në ishull, që nge shumë larg. E dashur Elvira, por gjithsesi unë të këshilloj që ti mos prit të japi ai divorcin. Ndoshta ai e ka fiksuar në mendje që nuk ja jap divorcin, ti mos prit këtë gjë.
ti duhet të drejtohesh gjykatës për të marrë divorcin dhe të regjistrosh djalin, sepse automatikisht ai fëmijë ty të regjistrohet në trungun e burrit të parë dhe merr për atësi emrin e burrit të parë dhe nuk figuron fare atësi emri burrit të dytë, babait të tij biologjik. Ndaj është e rëndësishme. Nuk mund ta marrin dot përsipër ti jetë firmën, mund ta marrin vetë jati këtë fëmijë. Si ta marri jati? Ta edhe mi vetë në vetë, ja jesë mi emrit vetë burrit këtu, ja ta marrin mi emrit vetë. Mos ta kem unë misipër djalin. Por dhe këto janë procedura që duhen bërë, por gjithsesi në këtë lloj procedura i bie të ishit e drejta e kujdestarisë ty. Po e me s'kemi çfarë bëjmë të hiqet, se ai do regjistruar, sa s'mund ta çes në kopshit, pastaj do vjen një vit fëmia, do ta çesh në kopshit. Por ti duhet të bësh radh parë njohjen e atësisë, ke shumë probleme në këtë situatë. Nuk je para grua që më tregon të tilla probleme që nuk është ndarë me burrin e parë dhe bën fëmijë me burrin e dytë dhe fëmia nuk regjistrohet. Nuk je para, ka shumë nëna që ju ka ndodhur kjo gjë në jetë. E para punës ti do t'i njohësh atësinë. Ty nuk të njihet atësia e fëmijës. Fëmijën e ke pa regjistruar. Në momentin e parë që do bësh regjistrimin e fëmijës, në të tilla kushte që je, atësia do t'i vendoset burri i parë fëmijës. Se ti gjendjen civile e ke në mollas, figuron e martuar me burrin e parë. Dhe regjistrimi që do bësh të fëmijës automatikisht do regjistrohet tek ai trung dhe do njihet atësia e burrit të parë. Po e di ose më thanë këtu mua se duhet ta regjistroj këtu përpara, pastaj ta regjistroj në Shqipëri, ai që fëmia ka lind në Greqi. E qartë. Nuk e regjistroj në Shqipëri. Po problemi është se s'mund ta bëj atë tani, prandaj thashë mos ka në mënyrën ajo ju shkruajta juve. Jo, mënyra e vetme dhe më e mira dhe më e duhura dhe më korrektja është të bësh divorcin e dashur Elvira me burrin tënd. Ke 2 vite që nuk jeton me atë, je martuar me një tjetër, pra bashkëton me një tjetër dhe çfarë ke bërë gjatë këtyre 2 viteve? Duhet ta kishe bërë divorcin. Unë kam që në mars që e kam ashtu në mars në 2024 se kam marrë avokatin. Por nuk më ka bërë punë, më ka marrë në lafet mira, jo bje certifikatën e më prova certifikatën, jo bje edhe këtë letë po ja kam çur. Dhe nuk më ka ashtu asë gjë, mëram telefon, neva i tha merë mas 2 ditë është të se jam smurtha. Gjenë një justifikime tani, unë mendoj se ka marrë në i lek në i anë, dhe s'bajnë punë. Jo, ndoshta nuk është fare kjo që mendon ti, janë dyshimet të tua, por nëse një avokat, ka plot avokat që s'të bëjnë punë, një avokat kur s'të bën punë, e lë, gjej një avokat tjetër. Është shumë e rëndësishme kjo gjë, sepse ti thuaj të hequn kujdestarin e djalit, ta marri babai, por ai nuk njihet si baba. Ti e di që ai është babai biologjik, por ama në institucion me letra ai nuk njihet si babai. Dhe do të bëj analizë apo jo? Po jo, analiza e ADN-s, okay, ai mund të drejtohet gjykatës dhe të fitojë atësinë, të bëj analizën e ADN-s dhe ta marrë përsipër, po do të hiqe ty kujdestaria dhe unë nuk ta këshilloj këtë gjë. Të heqësh ti kujdestarinë e fëmijës, je nëna. Dhe gjëja më e durë është të nisësh procedurat. Po ja prapë bëjmë divorcin për shembull, divorci do vënohet. Edhe mas një viti divorc duhet regjistrohet fëmia pastaj. Atëherë ti mund të bësh regjistrimin e fëmijës, do kaloj automatikisht në trungun ku je, bëj procedurat e divorcit dhe pasi mbaron divorci do i drejtohesh gjykatës sërish për njohjen e atësisë së fëmijës për babain e tij biologjik. Pra ka shumë zvarritje në këtë proces, nuk bëhet kollaj, por 2 vite ty duhet kishin mjaftuar për ta bërë. Më ka marrë pengë, më ka thonë në afë kështu dhe hiç s'ka letra fare, për ai thashë mos ka në mënyrë me. Gjithsesi. Se nuk mund vi në Shqipëri, që ose unë vi në Shqipëri, unë sa të dalë në mollë, se do shkoj se s'ban mollë, se kam letra për të marrë atje. Sa dalë une, për 1 orë gjysmë do t'i vina bej tjetrit në Agrinjo që ka ardhur në Shqipëri pa fëmijë dhe do në kryen problem, pse do thënë që ke praktikë fëmijë ku i kelon me kush i kelon dhe janë kështu çështje inati këto pastaj. Po gjithsesi mos u merr me çështjet e inatit, ë. Ti shkon në Shqipëri për të kryer disa procedura që janë shumë të nevojshme për ty. Kështu që mos e merr ti se do vete unë në Shqipëri, ata do më shikojnë mua, jo ke braktisur fëmijët. Nëse ti fëmijët i lënë në një vend të sigurt, i ke me partnerin tënd, ke njerëzit familjar të tu,
Ti nisur Shqipëri vajzë e dashur dhe nis procedurat e divorcit. Mos mendo çfarë do të ndodhi. Ai le të bëj denoncim në polici, ai në radhë të parë nuk ka ardhur 7 muaj të takoj fëmijët e vet. I ka braktisur. Jo, ai si ka takuar fare fëmijët, po që s'ka folur, po bën aq 7 muaj, po si ka takuar fare që kur kemi ikur neve. Po pra, ai ka braktisur fëmijët dhe nuk mund të kërkoj ty llogaria ai për fëmijët. Unë e dashur Elvira t'i jap këshillën, ti drejtoresh gjykatës, ndro avokat dhe bëj procedurat e divorcit. Nëse ke nevojë për ndonjë avokat, për ndonjë këshillim ligjor, numrin ma ke, më telefono dhe patjetër do të ndihmoj. Por do t'i japësh zgjidhje kësaj gjëje, sepse e ke lënë fëmijën pa regjistruar. Ka vajtur 6 muajsh, nuk ka kuptim. Po brava, ne thashim, po thashim në kanë e zgjidhje t'ja emrin me burrit, po që thotë që do procedura tjera. Po patjetër, s'ke si t'ja hedhësh burrit kur nuk njifet atësia. Momenti i parë që do bësh procesin e regjistrimit, do të regjistrohet automatikisht e burri i parë. Dhe nuk njifet atësia. Po më thanë. Kështu që nuk e bën dot këtë. Rruga më e mirë dhe më e duhura dhe më korrekte apo ta theksoj është divorci. Bëj divorcin me burrin e parë dhe vazhdo pastaj procedurat me regjistrimin e djalit dhe njohjen e atësisë. Gjithsesi, numrin ma ke, mbetemi në kontakt patjetër që do të ndihmoj dhe më vjen shumë keq që ndodhesh në këtë situatë. Faleminderit shumë ju përgjigje. Të lutem, të përshëndes, mirupafshim. E dëgjuam Elvirën me historinë që ajo rrëfeu, e pa informuar nga ana ligjore, e zhgënjur nga avokati, kishte pritur 2 vite të bënte divorcin, por nuk ishte kryer divorci dhe sot është një dilemë të madhe për djalin e saj 6 muaj që nuk mundet dot ta regjistrojë dhe kërkonte një ndihmë, një këshill ligjore. Gjithsesi e vetmja rrugë dhe më korrekte për mua nga eksperienca me emisionet të cilat unë kam bërë dhe kam pasur të ftuar avokat është që heti drejtohet gjykatës të marrë divorcin dhe më pas të bëj regjistrimin e djalit të saj me partnerin e dytë dhe të njohë atësinë e tij. Gjithsesi urojmë që të bëhet më e mira edhe për Elvirën. Dhe kështu dashumish me historinë e Elvirës ne kemi ardhur në fund edhe për këtë video, për këtë live. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të këtij emisioni. Nëse ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni edhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim këtu në YouTube, ku çdo paradite ora 10 jam live me këto histori njerëzore, histori që vinë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, por kudo ku ka shqiptar në diasporë. Unë ju falenderoj që më besoni, më shkruani dhe ju falenderoj të gjithëve ju që më mbështesni dhe më komentoni. Faleminderit dhe takohemi nesër live ora 10, mos harroni këtu në YouTube.